Përshëndetje të nderuar miq, mirë se erdhët në Bota Report. Ky është emisioni i fundit për vitin 2025 dhe padyshim që do ta mbyllim me një analizë për dy nga krizat më të mëdha të këtij viti. Dhe me kë mund ta bëni më mirë këtë analizë se sa me ish ambasadorin tonë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, zotin Roland Bimo. Përshëndetje, mirë se erdhe. Ambasador, kënaqësi që të kemi në studio. Dy janë krizat besoj të këtij viti, Gaza dhe Ukraina. Unë do doja ta nisni me Ukrainën, meqense është aktuale, dhe më pas në minutat e fundit do flasim pak edhe për Gazën, nëse u arrit një paqe vërtet apo jo. Por ndërkohë, me ndihmën edhe të regjisë, do donim të shkonim pak në median italiane Corriere della Sera, ku janë titullt kryesor të asaj çfarë po flitet tashmë në raport me një paqe të mundshme. Kremlini thot paqja është e afërt, së shpejti do të kemi telefonat të re Trump-Putin, ndërkohë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës 15 vite garanci për sigurinë. Ukraina kërkon 50 vite dhe është shoqëruar me një hartë të cilën ne do ta paraqesim në ekran pas pak, por fillimisht çfarë po ndodh me negociatat e fundit të paqes mes palëve. Kam përshtypjen që vazhdon në një teatr politik, le të themi, që perëndimi bisedon me veten e tij, Ukraina me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe hermasere dhe europianët, ndërkohë që shkaktari kryesor dhe i interesuari kryesor përveç Ukrainës natyrisht është Rusia dhe presidenti Putin. Ndërkohë, ne nuk shikojmë që piknisja për të gjitha bisedimet që bëhen midis palëve, të le të themi, që përbëjnë bllokun perëndimor, të marrin konsiderat atë çfarë kërkon Rusia. Kështu që nga ky moment duket sikur çfarëdo lloj analize dhe pritshmërie që ne të kemi nga bisedimet që bëhen nga bloku perëndimor, duket që është teatr politik më shumë se sa ka të bëjë me realitetin. Dhe këto që titujt e Corriere della Sera që përmendet juve, 15 vjet, 50 vjet, këto janë vite që më tepër ndikojnë në psiqikën e të themi ukrainasve apo të dikujt në Europë, se do kemi garanci nga Shtetet Bashkuara për të mos për kundër agresionit nga Rusia. Ndërkohë, presidenti Trump kam përshtypjen që nga deklaratat e tija shumë të ndryshueshme, nga ora në orë, hermasere, lëmë nga javë në javë, ajo që mbetet konsistente është ajo që i ka thënë presidenti Zelenski me nëntë shkurt në zyrën ovale, ku i tha, ju po luani, po luani pixhoz me luftën e tretë botërore dhe ju nuk keni asnjë kartë për të luajtur. Këto dy fjali mendoj unë që janë konstante në gjithë qendrimin amerikan. Gjatë gjithë vitit, po thonë. Gjatë gjithë vitit, edhe gjatë gjithë kohës. Që do të thotë, iluzionet se Shtetet Bashkuara të Amerikës mund të japin ato garanci të afërta me nenin 5 apo të njëjta me nenin 5 të traktatit të Atlantikut Veriut janë jo reale. Mbeten vetëm iluzione. Se nuk e ofron SBA këtë lloj asistence? Nuk ka interes apo e ka të pamundur? Të dyja bashkë, sepse për Rusin, siç është projektuar, kriza në Ukrainë është rrezik ekzistencial, ndërsa për Shtetet Bashkuara të Amerikës, lufta në Ukrainë është një luftë, të themi, periferike. Nuk kanë një interes imediat Shtetet Bashkuara të Amerikës në këtë luftë. Le të themi që Ambasador, me që te kjo pikë, se është shumë e rëndësishme, kjo lloj politike e re amerikane i identifikohet ose i referohet vetëm politikës së Trumpit, apo supozojmë nesër mund vinë demokratët sërish do të kishim të njëjtën linjë? Pra, linja që Ukraina nuk përbën, le të themi, prioritet për SBA-n? Ka shumë në Europë dhe në Amerikë që besojnë që Trumpi është kalimtar, do kalojnë këto 3 vite dhe pastaj do të kthehemi aty ku ishim ke Bideni ose edhe më keq tek liberalet. Ndërkohë që unë besoj që ata që janë më afër realitetit janë ata që mendojnë që zoti Trump nuk është thjesht rastësi në shpinë e bardhë, por është një pasojë e shumë faktorëve dhe zhvillimeve që kanë ndodhur në Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilët e detyrojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës të mbajnë këtë qëndrim që mbajnë. Domethënë shumë vetë mund thonë që strategjia kombëtare që u publikua para disa javësh mund të ishte ndryshe. Në fakt ajo tregon që Shtetet Bashkuara të Amerikës po tërhiqen nga angazhimet e tyre botërore, sepse në fund të fundit nuk i përballojnë dot më. Domethënë kemi një situatë botërore krejt ndryshe nga 10-15 vite më parë. Kemi një Kinë në rritje, kemi një Rusi të rikonfirmuar si fuqi ushtarake të paktën. Dhe në gjithë këtë skakjer të gjeopolitikës botërore, Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë të pamundur të realizojnë të gjitha ato angazhime që kanë marrë diku në kohën kur ishin fuqia e vetme hegemone në botë. Pra, nga bota unipolare, në këtë botën shumë polare, nga ajo kohë kur Shtetet Bashkuara të Amerikës bënin ligjin në gjithë botën dhe bëhesh ajo që donin Shtetet Bashkuara të Amerikës, sot nuk e bëjnë dot më,
nuk e koersh, nuk e detyrojnë dot më Kinën që të bëjë atë që duan Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk e detyrojnë dot më Rusinë që të bëjnë atë që duan Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kështu që në këto kushte ardhja e zotit Trump në pushtet në Shtetet Bashkuara të Amerikës është tregues i rikalibrimit të politikave të Shtetet Bashkuara të Amerikës në mënyrë që të ruajnë pozicion e tyre lider në botë. Në botë. Okej. Pozitë kryesore në botë, ndonë se jo dominuese, hegemone, po të paktën të jenë fuqia që pa të cilën nuk merret dot asnjë mendim. Okej, kthehemi tek ajo çfarë është situata aktuale e negociatave, ndërkohë që edhe mediat ndërkombëtare ka filluar të na shfaq hartat se si mund të jetë zona e mundshme tampon apo jo ajo që quhet zona e mundshme e sigurisë, shikoni pra rripin e zi dhe më pas është një zonë e cila do të jetë pas asaj, pra kemi fillimisht zonë të çmilitarizuar ambasador ku do të vendosen në linjën e frontit, paktën në këtë pjesë të Ukrainës, pas kësaj zone parashikohet një tjetër zonë nga ku përjashtohen armët e rënda. Nuk e di nëse do mund të funksiononte ky skenar apo jo. Ndërkohë, ja ku harta shumë interesante dhe besoj edhe publiku mund ta konstatoj, kjo mund të ishte një zgjidhje ku aty do të kishim ushtar të OKB-s, a çfarë do kishim aty për shembull? Edhe njëherë, e gjitha është një teatr politik pas një lloj baze reale, sepse në këtë mënyrë është një përpjekje e vazhdueshme nga ana e medias botërore, mainstream media, aktorët kryesorë politik, sidomos nga Europa, po dhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, jo pjesa e ekipit të zotit Trump, ta projektojnë luftën si një luftë për territore. Dhe këtu bëhet fjalë që ky territor, kaq territor, kjo zonë buffer, këtu janë armët. Lufta nuk ka filluar për territore. Lufta ka filluar sepse rusët e konsiderojnë prezencën e trupave të huaja, marrëdhëniet e Ukrainës me perëndimin, si një urë e avancuar e perëndimit në drejtimin e tyre, dhe konsiderojnë si rrezik ekzistencial qeverinë aktuale në Ukrainë, të cilin i thonë që është nazist dhe Ukraina duhet denacifikuar, të heqin dorë të shkruajnë kushtetutë që nuk do bëhen ndonjëherë antar të NATO-s, të jenë vend me një fuqi ushtarake të limituar dhe të jenë me një politikë të jashtme pro-ruse. Domethënë, territori pra praktikisht e duan një shtet satelit. Patjetër. Okej. E duan që Ukraina të jetë zonë e influencës ruse. Domethënë, e maskojnë ndoshta me një frazeologji tjetër, por në fund të fundit ajo që dua unë që shikuesit tuaj dhe juve duhet që komunikoj këtë lloj opinioni që kam unë, që është e gabuar të projektosh kontradiktën luftën në Ukrainë për territore. Pra nuk është çështje e katër rajoneve Donetskut e fare nuk është çështje. Rusët duan sepse çfarë ndryshon nëse raketat amerikane apo të NATO-s do të ishin në atë kufirin ku ka qenë me Ukrainën, apo me 100 kilometra më tutje, nuk ndryshon asnjë gjë. Dhe e gjithë kryesoreve është që rusët duan kohë reagimi. Shiko, paqja gjatë kohës së luftës së shtotë është ruajtur për shkak të doktrinës së shkatërimit të sigurt të dy anshëm, MAD, që quhet Mutually Assured Destruction. Pra, asnjëra palë nuk ishte garanci që do gjuante dhe nuk do merret goditje nga pala tjetër. Dhe kjo ruajtje atë që ishte qetësinë globale. 60 vjet, në rastin që trupat këto raketat amerikane apo të NATO-s do të vendosin në kufi në Lugansk, në Donetsk, në Mariupol, koha e fluturimit tyre deri në Moskë është nga 4 deri në 7 minuta. Dhe i japin mundësi kundërshtarëve ushtarak dhe politik të Rusisë që të bëjnë një goditje duke patur shanse të mëdha që nuk do të arrijë rusët të kundërgodasin. Kështu në këtë këndvështrim nuk mjafton për rusët kjo shtyrje e kufirit deri këtu. Le t'i themi gjëra hapur. Rusët duan që Ukraina të jetë gjithnjë shtet satelit i tyre. Patjetër. Siç kanë ato disa republika siç kanë Bielorusin, po. Ndoshta dhe kjo gjë besoj liderët evropianë e dinë këtë gjë apo jo? Me shumë gjasa. Nuk besoj se nuk e din, domethënë është tjetër gjë që politikisht mbase shiko, ka dhe një problem tjetër. Nëse është ky synimi ambasador, atëherë fundi luftës do jetë i gjatë nëse nuk ndryshojnë pozicionet, pra nëse në Ukrainë mbetet Zelenski dhe nëse në Rusi mbetet Putin. Fundi luftës, ai më i parashikueshmi sipas disa kremlirologëve rusë, domethënë sipas ekspertëve rusë, fundi luftës është që rusët të marrin dhe Odesën, të arrin deri në lum tek Dnjepri, ku është lumi, dhe aty ata nuk do të avancojnë më tutje, sepse deri aty i konsiderojnë objektivat e tyre ushtarake politike të arritura,
duke blokuar Ukrainën nga deti, duke komplet, kthyer një shtet cung, Ukraina nuk ketë mundësi që të zhvillohet nga ana ekonomike apo të ketë një jetë normale, është një shtet i cili është i detyruar, nuk e mban dot veten, është i detyruar të mbahet nga perëndimi me para, dhe në këto kushte është një shtet që nuk përbën një kërcënim të madh për sigurinë e Rusisë. Pra duke e kthyer një shtet cung pa dalje në det. Ky është plani rus, dhe me të vajtur në Dnjepër dhe me të marrë dhe Odesën, vetë ata nuk do duan të avancojnë më tutje fushatën ushtarake, sepse edhe Odesa që deri tani nuk ka qenë pjesë e asnjë kërcënimi, mund të ishte kërcënim nesër për Ukrainën? Odesa, sot që flasim, është e infiltruar nga 10 trupa speciale të mqefta ruse, që janë gati në një moment caktuar të bëjnë një goditje dhe ta aneksojnë dhe ta konsiderojnë edhe Odesën të pushtuar. Dhe aty është një nyje jashtëzakonisht delikate, sepse në momentin që deti i zi, deti i zi dhe deti Azov, fehet një liqen pothuajse të dominuar nga Rusia, fillojnë problemet më dhaja me Turqinë, me Rumaninë dhe me gjithë. Pra, rënja e Odesës përbën një pikë kthese edhe në raportet e Rusisë me Turqinë. Domethënë Turqia do ta shikonte krejt ndryshe një zotërim të detit zi në një masë të atill nga ana e Rusisë. Por për rusët, në mënyrë që të shpëtojnë sipas tyre nga kërcënimi i Ukrainës, kjo është e ardhmja. Të aneksojnë edhe Odesën, të dalin në Dnjepër dhe prej aty kanë në dorë që Ukraina të jetë një shtet që nuk i bën dot dëm Rusisë në kuptimin e numrit të ushtarëve, fuqisë. Po plani i Ukrainës, ambasador, cili është? Plani i Ukrainës kam përshtypjen që është jashtëzakonisht deficitar, sepse është mbështetur në Shiko, në 2022, kur filloi lufta, në perëndim kam përshtypjen nga sa mbaj mend çfarë lexonim ato kohë, ishte besimi i patundur që rusët nuk mund të rezistonin më shumë se 2-3 javë për sanksionet që do të vendosin ndaj tyre, edhe nëse ishin fuqi e madhe ushtarake, me sanksionet që i vun perëndimi Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, rubla do të kthehej në ruble, siç tha dhe ai ish presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Biden, dhe Rusia nuk do ta përballonte dot nga ana ekonomike. Për çudi, bile ata përjashtuan edhe nga zona e dollarit që të mos ishte dot në me sistemit bankar ndërkombëtar, për çudi apo për kujton, ka ardhur koha që gjërat funksionojnë ndryshe në botë, Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk janë më ajo fuqia që kontrollon të gjithçka, sepse rusëve i erdhën në ndihmë edhe kinezët, edhe indianët, edhe brazilianët, edhe indonezianët dhe shumë të tjerë që filluan të blinin naftën ruse jo detyrimisht duke kaluar përmes transaksioneve në dollar. Dhe në momentin kur rusët arritën që të kapërcenin pengesën për të bërë tregti edhe duke mos e kuotuar naftën në dollar, kjo ishte pika e kthesës jashtëzakonshme në gjithë tregtinë botërore, ku amerikanët kuptuan një gjë, që dollari nuk ishte më ajo arma e gjithë pushtetshme që ata kishin përdorur gjatë gjithë 70-80 vjetëve pas luftës së botërore, dhe i inkurajoi dhe të tjerët, i ndi Kinë me radhë gjithë vendet e tash quajtur Global South, Brexit, që të ishin më kurajoz në raportet e tyre me fuqinë hegemone e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kështu që në këtë moment kur rusët arritën dhe e kapërcyen krizën e tyre të sanksioneve, ranë të gjitha kartat e perëndimit se do kishte ndonjëherë në një mundësi që Ukraina të kthehesh në kufijtë para luftës. Ambasador, diçka shumë shkurt për këtë, 2026 si e parashikoni? E njëjta situatë si në 2025-ën, apo mund të kemi diçka, dikush do bjerë, pra o do gjynjëzohet Ukraina, o do gjynjëzohet Rusia? Është shumë e gjerë sa kaq, sepse gjithmonë për të gjykuar për çfarë ndodh qoftë në Gaza, qoftë edhe në Ukrainë, duhet hapur pak, duhet ngjitur disa metra apo kilometra më lart në glob për të parë se çfarë bëjnë Kina, India dhe fuqitë e tjera. Dhe kontradikta kryesore sot në botë, apo le të themi marrëdhënia më e rrezikshme dhe e rëndësishme që do duhet të ekuilibrohet janë raportet midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Kinës. Dhe edhe në konfliktin në Ukrainë reflektohet që nëse Kina do të mbante një qëndrim tjetër ndaj Rusisë, Rusia do ta kishte jashtëzakonisht shumë më të vështirë që ta përballonte një luftë kaq të gjatë në Ukrainë, por është pikërisht ndihma kineze që e mban në lojë. Nëse na kujtohet para këtë një muaj e pak, në Bruksel ministri i jashtëm kinez tha ne nuk do ta lejonim që Rusia të mundej në këtë luftë. Pra ka interesa të mëdha kineze si në Ukrainë ashtu edhe në zona të tjera të botës. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës janë të detyruar të mbajnë disa ekuilibre, sepse po të shikosh nga ana ekonomiko-financiare, gjërat kanë lëvizur shumë. Shtetet Bashkuara të Amerikës ju duhen rreth $3 trilion që të mbyllin vitin financiar, të cilat mundësia e vetme nga mund të sigurojnë një lloj
mbështetje në shumë forma, jo thjesht vetëm duke blerë bonove dhe sarë Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe duke hapur tregun financiar dhe të konsumit kinezët, është i vetmi vend që mund të ndihmojë të ekuilibrohen disa marrëdhënie. Nga ana tjetër, Kina është shumë herë më e varur nga sa duket pamjet parë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, indirekt, sepse 1/3 e ushqimit që janë kinezët dhe baktitë në Kinë vjen nga Amerika Latine, e cila në fund të fundit është pothuajse totalisht e kontrolluar jo si shtete, po si rrugë detare kontrollohet nga Marina Amerikane. Kështu që nëse kinezët do duan, ne shohim sot që Amerika është fokusuar më tepër tek dy Amerikat, se sa le të themi Europa. Tjetë dhe kjo. Po, do më thënë, riafirmimi i doktrinës Monroe nga ana e presidentit Trump, ku thot Monroe plus bile, Monroe e shtuar, që origjina e doktrinës Monroe nuk është, ka një lloj keqvendosje, nuk e di qëllimisht apo padashje. Ka një lloj keqvendosje, duket sikur doktrina Monroe është që Shtetet Bashkuara të Amerikës duhet të sundojnë vendet e Amerikës Latine. Ndoshta është, po unë besoj që kryesore e doktrinës Monroe, elementi kryesor është të pengojë të tjerët që të krijojnë zona dominimi siç ka krijuar Kina, ka rreth 30 porte në Amerikën Latine. Pra mos lër askënd në oborrin e vet, le të themi, ose në nahijen e veta. Dhe jo të mos e lër, po jo pa lejen e tyre, jo pa koordinimin e tyre. Se nuk mund ta pengosh një shtet që të bëjë çfarë, po ama do të kesh kujdes që të marrësh parasysh edhe ca interes amerikan. Ndërkohë, kalojmë tek ajo që diku nuk kemi shumë minuta, se ndoshta edhe është çështja që në këtë vit gjeti një lloj zgjidhje, edhe pse është një zgjidhje jo shumë e qëndrueshme, megjithatë koha do ta tregojë. Këtu kam CNN që na referon tek takimi që do të kenë sot Netanyahu me Trump në Mar-a-Lago, është në ditën e dytë të diplomacisë amerikane. Kam përshtypjen ditë e parë ka qenë pikërisht për sa i përket takimit me Zelenskin, dhe lajmi bën të ditur se presidenti Donald Trump do të presë kryeministrin Netanyahu në resortin e tij në Florida gjatë ditës. Plani i paqes do të fokusohet pikërisht tek plani i paqes, edhe këtu me 20 pika. Për çudi edhe këtu kemi plan me 20 pika, duket se ky numër është numër fatësjellës. Nuk e di nëse ka ngaluar disa javë tashmë nga armpushimi, mund të themi që është një krizë e zauruar apo ende ka shumë për të bërë? Situata nuk është se ka një përmirësim të ndjeshëm nga sa ka qenë përpara, ajo që mund të thuhet është ndryshe, nëse përpara vriteshin nga 100-150 në ditë, sot vriten 10, 15, apo 30 apo 50. Ndërkohë në aspektin politik nuk është se ka ndryshuar asgjë. Pra fati i Palestinës është i paqartë, fati i Izraelit në raport me Gazën është pak a shumë i njëjtë, nuk e di si janë raportet e forcave sot në terren. Do më thënë, ajo, kam përshtypjen që Izraeli ka arritur pothuajse shumicën e objektiveve veta politike dhe ushtarake që ka pasur në Gaza, apo dhe në bregun perëndimor. Çështja e zgjidhjes problemit lindjes mesme, apo të Palestinës, përmes dy shteteve, tashmë është thjesht vetëm një teatr politik ndërkombëtar që luhet në OKB apo nga shtetet kryesore europiane, për të sfumuar disi apo për të neutralizuar disi atë presion të opinionit publik që u fryi aq shumë në kryeqytetet europiane gjatë kohës kur ishte në kulmin e vet i ashtuquajtur i genocid në Gaza. I ashtuquajtur apo real, nuk marrim përsipër të bëjmë analizën, po thjesht po të citoj agjencitë kryesore të mandatuara për të dhënë opinion për çfarë ndodhi dhe çfarë po ndodh në Palestinë. Pra, i pari konkluzion që duhet mendoj se mund të nxirret është që çështja e identitetit politik të Palestinës është shuar për të ardhmen e parashikueshme. Pra, çfarë quhet ardhmë e parashikueshme, kam përshtypjen 10, 15, 20, 30 vjet, që nuk besoj se bëhet fjalë më për identitet palestinez. Ndërkohë vazhdon vendosja e kolonëve izraelit në bregun perëndimor. Pra praktikisht elementi palestinez në të gjitha të zonën ku janë praktikisht 5 deri në 7 milion palestinez, është sfumuar dhe janë, të themi, objekt i sundimit të Izraelit, dhe nuk është çudi që në të ardhmen e afërt të kalojë të një farë mënyrë të sankcionohet i ashtuquajturi një lloj sistemi apartheidi ku një pjesë e palestinezëve do të jenë si qytetarë dorës dytë, ndërkohë që jeta vazhdon, por marrëveshja e paqes ka këtë të mirë, të pozitive, që
Qosën përpara, shikonim ore minut avion në qiellin e Gazës që bombardonin edhe vristin njerëz. Këtë pak është eliminuar. Për sa i përket garancisë për furnizime me ushqime dhe ilaçe në territorin e Gazës, përsëri organizatat humanitare që merren me këtë punë janë gjithkohon në ankim të vazhdueshëm sepse autoritetet izraelite nga një anë premtojnë që do i lejojnë ndihmat, nga ana tjetër nuk i lejojnë. Ndërkohë, ja ku është dhe faqja kryesore e CNN me dy pasqyrat e globit apo jo ambasador, këtu kriza në Ukrainës dhe më lart është le të themi takimi për zemërt mes Netanyahu dhe Trump. Me që jemi në minutën e fundit, nuk e di në aspektin diplomatik çfarë note merr njeriu më i rëndësishëm i politikës botërore Donald Trump në 2025-ën. Varet se kë pyet, po të pyesni mua, mendoj që po ju po ju pyes. Unë mendoj që të marrë notë maksimale, pavarësisht që kemi parë një luftë me Iranin, që vazhdoi 12 ditë, shikojmë një nxitje të konfliktit në Venezuelë. Unë mendoj që zoti Trump është maksimalisht i angazhuar që të frenojë sa tjetër mundur më shumë. Dhe vizita e kryeministrit Netanyahu tash në Mar-a-Lago, sipas thashë themeve dhe të themi ndjallakeqve, besojnë se ka të bëjmë me sulmin që do duhet ndërmarrë ndaj Iranit për të vazhduar atë që mbeti përgjysmë gjatë qershorit, sepse mendohet që sasia e uraniumit që Irani zotëron ende nuk është asnjësuar, kapacitetet e tija për të rivënë në punë ato centrifugat për pasurimin e uraniumit mund të rifillojnë së shpejti nga puna, pra janë apo nuk janë të vërteta, këto janë që qarkullojnë nëpër media, jo dhe aq mainstream media se sa në mënyrë që do thotë do jetë një vit përsërish me sfida 2026. Lufta me Iranin mendohet që është vonuar shumë, tashmë do duhet kishte ndodhur, kështu që 2026 është pothuajse e sigurt. Atë që Netanyahu e proklamoi me shumë zell rrëzimin e pushtetit, Ayatollah. Po. Dhe shpërbërjen e Iranit në disa, sipas komponenteve të veta etnike. Problemi... Po do ishte interesuar Trump ta bënte një gjë? Absolutisht jo, sepse dhe kjo është ajo që ka ngjallur... Pra, Trump themi politika amerikane. Pikërisht, është personi i fundit që do ishte interesuar për këtë punë, sepse në rast se vërtet Shtetet e Bashkuara do të angazhohen, atëherë zoti Trump do t'i thotë lam të mirë bazës të politike MAGA, aq më tepër që zgjedhjet midterm në nëntori për Kongresin janë shumë afër. Janë këtë vit. Kështu që prandaj situata mbetet mërësisht e tensionuar, se nga një anë është lobi izraelit në Amerikë që bën presionin e vet dhe kryeministit Netanyahu dhe kudo ku janë elemente të tillë, nga ana tjetër është ardhmja politike e vet presidentit. Kështu që është një fije perje në ekuilibër se nga do anoj peshorja. Pra një vit është shumë delikate. Me zhvillime të vrullshme politike, me drejt ju e përmendën në nëntor janë zgjedhje rëndësishme që vendosin një farë mënyre dhe vazhdimsinë e presidentës Trump 2. Ambasadorun të falenderoj dhe të uroj një vit sa më të mbar. Faleminderit, gëzuar dhe juve. Të nderuar teleshikues, ky ka qenë emisioni i fundit Bota Report për këtë vit. Ne do të ritakohemi ditën e hënë, pikërisht me datë 5 janar në vitin 2026, padyshim me temat që do të prekin globin edhe në këto ditë që vinë. Deri atëherë bashkë, mirupafshim.